Largoni të gjithë! Largoni me njerë! Duhet të dini nga pisë sopet! Po ju çfarë bëni këtu? Kemi ardhur deri këtu vetëm për ty, me çdo gjë në rregull? Jo, nuk është çdo gjë në rregull. Kanë vendosur një bombë. Duhet të largoheni me njerë. Çfarë do të thuani? Ku se ka vendosur? Vin, ai e mirë. Më dëgjoj me kujdes. Bombën e ke ti. Ata e dinin që do të ndihmojë me Queenin. Kur ishim pa ndjenja e kanë vendosur në filtrin tënd të ajrimit. Mater, ja ku qanke? Dalo aty ku je? Miku im se ke idën se jam shqetësuar. Mosu afro më shumë. Andi është mirë? Jo, nuk jam mirë. Marri larg, dëgjove. Jo, prit! Lajmi fundit, një karotret sapo ka hyrë në pistë dhe është duke ecur mbrapsht. Mater, prit! Një automjet urgjence në pistë, kuptojmë që ka ndodhur një aksident aty. Prisni, me Queen vetë tim apo e ndjek nga pas. Mater, prit! Mos mu afro mua. Nëse më afrosh do të lëndoj shumë keq. E di që unë kam bërë të ndihesh kështu më parë, por tani kjo nuk ka më rëndësi. Ne jemi shok të ngushtë. Mesazhojmë me Queen po bisedon me karotrecin në pjesë. Nuk e kam idenë se kush është ai karrotrec, Brent, po më lër të them diçka. Duhet jetë shoferi më i mirë në botë që ecën mbrapsht. Me Queen ti nuk po kupton. Unë jam bomba. Po, Mater, ti e bomba! Të po përpiqem të të them. Ti gjithmonë ke qenë bomba dhe gjithmonë do të jesh një bombë. Mos mu afro. Jo, s'te lagur! Edhe pak fare. Nuk të largosh përsëri! Duhet të qëndroj larg me Queenin. Sa operatua. Çfarë po ndodh? Po shoh një ëndër të keqe. Çoj me Queen vetë timën që po ecën me shpejtësi shumë të madhe, i kapur pas karotrecit me motorin si raket.